25 vjeçari Marian Koveli, që pak ditë më parë tronditi Durrësin pasi vrau me thik të atin, Pjetër Koveli, në fshatin Shkallnur, ka dalë përpara gjykatës së Durrësit për të njohur me masën e sigurisë. Seanca është zhvilluar në orën 11 të paradites në drejtimin e gjyqtarit Xhevdet Lika, ndërsa prokuroria e Durrësit është përfaqësuar nga prokurorja Matilda Fetau. Ngjarja e rëndë ndodhi mesditën e 28 tetorit, kur i riu goditi me thik babain e tij 69 vjeçar, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit ai u largua nga banesa, por u kap pas 2 orësh në një lokal në zonën e Shkëmbit Kavajës, në pronësi të motrës së tij. Gjatë kontrollit, policia gjeti dhe sekuestroi thikën me të cilën dyshohet se është kryer krimi. Në dëshminë dhënë në polici, Marian Koveli ka treguar se ngjarja ndodhi pas një debati me të atin gjatë drekës. Babai mutur, nuk më lindet aja buk i qetë, nuk e mbaj mend pse ndodhi, por kemi pasur grindje të vazhdueshme që kur jam kthyer nga Greqia, ka deklaruar ai përpara hetuesve. Policia ka bërë me dije se 25 vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht motivet që çuan në këtë tragjedi familjare.